Mbani sot buke në shtëpi dhe e përdorni në këtë mënyrë. Nuk do vuani kurrë nga këto 3 probleme. Veshkat luajnë një rol të rëndësishëm për të gjithë organizmin. Ato janë të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave dhe helmeve ushqimore jashtë nga trupi. Procesi i pastrimit të organizmit është mjaft kompleks dhe zanafillën e ka gjithashtu edhe tek veshkat. Përmirësimi i funksioneve të veshkave ka role vendimtare në shëndetin e të gjithë trupit, duke parandaluar kështu edhe një sër komplikacione, citoi studimi. Problemi është se falë veseve të këqija, veshkat vuajnë dhe nuk punojnë si duhet, duke ndikuar negativisht në cilësinë tuaj të jetës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Soda e bukës mund të përbëjë një zgjidhje shumë të mirë lehtësuese kundër problemeve të veshkave. Një studim të cilit i referohemi sipas Healthline tregoi se 134 persona të prekur nga probleme të tilla morën doza të caktuara të sodës së bukës në dietën e tyre. Rezultatet e analizave të tyre treguan se përfshirja e sodës së bukës në dietë patën gjithashtu edhe një zgjidhje shumë të mirë lehtësuese kundër komplikacioneve të veshkave. Tretja e një gjysmëlugje çaji sot buke në një gotë me ujë dhe konsumi i saj për të paktën një javë pati një proces më të mirë të filtrimit të gjakut në veshka. Soda e bukës mund të jetë një lehtësues shumë i mirë kundër urthit. Ekspertët thonë se soda e bukës do të ndihmojë kundër simptomave të urthit, por edhe në problemet që lidhen me sistemin tuaj tretës. Soda e bukës arrin të neutralizojë acidin e tepërt në stomak. Rekomandohet të konsumohet gjithmonë në dietën tuaj, por nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj dhe nuk duhet të përdoret të vegjëlit. Soda e bukës mund të përdoret për zbardhjen e dhëmbëve. Ekspertët thonë se falë përzierjes së sodës së bukës dhe lëngut të limonit krijohet një pastë ideale për ndihmën që mund t'japë zbardhjes së dhëmbëve. Përdorimi i sodës së bukës do të ndihmojë në eliminimin e njollave të ndryshme nga dhëmbët. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe kundër djersitjes së tepërt. Ekspertët thonë se soda e bukës mund të përdoret kundër djersitjes. Sipas tyre, soda e bukës mund të përdoret për të lyer sqetullat tuaja me një përbërje të tretur të sodës së bukës në ujë dhe kështu do të evitoni djerset e tepërta, të cilat mund të shkaktojnë edhe një erë më të madhe të trupit tuaj. Soda e bukës mund të përdoret kundër iritimeve të lëkurës dhe gjithashtu të rifreskojë edhe erën tuaj. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër inflamacioneve. Inflamacionet e kyçeve shkaktojnë shumë dhimbje. Toniku me përfshirjen e sodës së bukës mund të përbëjë një faktor të mirë ndikues kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, ajo mund të rregullojë pH-in në trupin tuaj. Acidi i tepërt në trup mund të nxjisë shfaqjen e problemeve të komplikacioneve të ndryshme të organizmit, por përdorimi i uthullës së mollës në kombinim me sodën e bukës mund të rregullojë pH-in dhe gjithashtu të mbajë larg edhe irritimet. Soda e bukës mund të përdoret kundër shqetësimeve tuaja të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se soda e bukës e tretur në ujë mund të ndihmojë në neutralizimin e acideve të tepërta dhe eliminimin e problemeve të urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe reduktojnë gjithashtu edhe komplikacione në shëndetin tuaj. Një prej produkteve të rralla që nuk mungon kurrë në shpenzimet tona është edhe soda e bukës. Kostoja e vogël, por edhe përfitimet e mëdha të saj bëjnë gjithashtu një nga produktet që mund të përdoren në situata të ndryshme. Në fakt, është mjaftueshme për të konsumuar të paktën gjysmëlugje çaji të tretur në një gotë me ujë dhe kështu përfitimet që do të merrni janë të jashtëzakonshme. Para së gjithash, është e nevojshme të mbani në mend se soda e bukës duhet të merret në doza të vogla dhe përpara se ta bëni, është të konsultoheni më mirë me mjekun tuaj, veçanërisht nëse vuani nga komplikacione të caktuara, siç janë për shembull tensioni i lartë i gjakut, ose arsyet pse po ndiqni një dietë të varfër në natrium, në raste në të cilat soda e bukës duhet të shmanget. Thënë kjo, ja se si një gjysmëlugje çaji sot buke e odhuar në një gotë me ujë natyral dhe në temperaturë ambienti, nëse merret çdo ditë mund të bëjë ndryshime në trupin tuaj. Bikarbonati i natriumit ose soda e bukës do të rregullojë pH-in e gjakut, duke reduktuar kështu edhe nivelin e aciditetit.
Sipas Eltisajt, përfshirja e sodës së bukës në dietën tuaj mund të ofrojë gjithashtu edhe një ndihmë më të mirë për tretjen, sidomos kur kombinohet me lëngun e limonit ose xhenxhefilin të varfër në mënyrë që të keni një vakt edhe të lehtë. Vepron si një antiacid duke paksuar djegjen në stomak dhe urthin, zvogëlon çdo infeksion të traktit urinar duke dezinfektuar atë, mban kolesterolin e keq nën kontroll, ndihmon në zbutjen e mishrave nga inflamacioni dhe redukton entjen tuaj në përgjithësi. Por më tepër, studimet e fundit kanë treguar se një dozë minimale e marrë çdo ditë i bën pak edhe problemet që lidhen me lupusin dhe artritin reumatoid. Soda e bukës provon të jetë e shkëlqyer si një zëvendësues edhe për problemet të flokut dhe gjithashtu mund të rigjenerojë edhe shëndetin tuaj. Soda e bukës gjithashtu mund të përdoret si një pastrues për lavamanin. Shërben si një pastrues i dobishëm për lavamanin. Hidhni pak sodë buke në lavaman dhe më pas e fërkoni me një sfungjer. Mund t'i shtoni edhe lëng limoni. Të tjerët gjithashtu rekomandojnë në sodën e bukës si një mënyrë për të pastruar tubacionet dhe kanalizimet, por gjithashtu sodën e bukës mund ta përdorni edhe në pastrim. Soda e bukës është një zgjidhje efektive për të hequr mbetjet e pesticideve nga frutat dhe perimet. Gjithçka që duhet të bëni është t'i shtoni disa lugë çaji sodë buke në lavamanin tuaj, edhe më pas t'i hidhni ujë dhe ta lani atë si zakonisht. Soda e bukës do të largojë aromat të këqija nga frigoriferi. Soda e bukës është gjithashtu një deodorant shumë i zakonshëm që mund të përdoret edhe për të larguar aromat të këqija në frigoriferin tuaj. Mund të vendosni një pako të hapur me sodë buke në frigorifer ose në ambientet ku ka myk. Do të thithë plotësisht lagështinë dhe gjithashtu do të reduktojë erën e keqe. Soda e bukës mund të përdoret edhe për të rifreskuar peshqirët. Vetitë e deodorantit të sodës së bukës mund të funksionojnë mirë edhe për të thithur aromat siç janë te peshqirët. Nëse keni nevojë të rifreskoni peshqirët, mund të vendosni gjysmë filxhani në lavatriçe së bashku me detergjentin e zakonshëm të rrobave për të hequr aromat e këqija. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për të pastruar bizhuteritë. Nëse keni bizhu argjendi, mund t'i lani me sodë buke me ujë të nxehtë, më pas i pastroni ato me një leckë të butë. Mund të largoni gjithashtu edhe njollat e tepërta nga tapeti. Nëse keni njolla të tepërta në tapet, mund t'i largoni ato me përdorimin e sodës së bukës. Mund të shtoni edhe pak uthull, i lini të thajë dhe më pas i pastroni ato me fshesë me korrent. Do të largojë gjithashtu edhe erën e keqe të gojës. Kjo zgjidhje e thjesht funksionon me të vërtetë. Nëse fryma juaj ka një erë të keqe ose hudhre ose të dyja, gjithçka që duhet të bëni është të hidhni një lugë çaji sodë buke në një gjysmë gotë ujë. Bëni gargare me këtë përzierje dhe sasia e bukës do të neutralizojë edhe aromën e keqe të erës së gojës. Gjithashtu mund të bëni një pastrim më të mirë të furçës dhe të krërit tuaj. Duke pastruar me ujë me sodë buke do të keni një zgjidhje shumë të mirë. Gjithashtu, soda e bukës është një produkt i natriumit, prandaj marrja e lartë e saj në doza mund të shkaktojë edhe probleme të hipertensionit. Ekspertët këshillojnë të mos e teproni më shumë se një gjysmë lugë çaji të përdorimeve të sodës së bukës dhe këto duhet të merren edhe në mbikëqyrjen e një eksperti. Nëse merrni medikamente të caktuara ose vuani nga shqetësimet që ju duhet ndjekja e një diete rigoroze, përpara përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Gjithashtu, soda e bukës mund të përdoret për çlodhjen e shputave të këmbëve. Në një enë ku fusni këmbët, hidhni pak sodë buke, më pas i lini këmbët tuaja të qëndrojnë për gjysmore dhe i bëni një larje normale si zakonisht. Zhduk pllakat dhe përmirëson higjienën tuaj dentare. Gargara me ujë me sodë buke mund të përmirësojë gjithashtu edhe largimin e papastërtive nga goja, duke sjellë një rifreskim më të mirë të saj dhe gjithashtu duke cilësuar një zgjidhje produktive kundër erës së keqe të gojës. Soda e bukës mund të jetë një lehtësuese edhe për pastrimin e lëkurës, gjithashtu edhe të flokut tuaj. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja në mënyrë të rregullt. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.